Evropa dhe Shtetet e Bashkuara duke se po largohen pas dekadash bashkëpunimit të ngushtë, pasi gati 3 në 4 qytetarë të Bashkimit Evropian thonë se Unioni duhet të ndjek rrugën e vet. Kontinenti po vlerëson vendin e tij në skenën ndërkombëtare në një shumicë të qartë evropianësh që nuk e shohin më SBA-n si një partner të besueshëm. Ky trend nxjerr në pa një fazë të re të autonomisë strategjike për Bashkimin Evropian. Një vit e gjysmë pas fillimit të presidentës së Trump, përqindja e atyre që i shohin Shtetet e Bashkuara si aleati më të vlefshëm të Evropës ka rënë me 20 pikë përqindje. Në të njëjtën kohë, Kina nuk po arrin të forcojë pozicionin e saj si një partner alternativ, duke i shtyrë evropianët të rikalibrojnë aleancat e tyre brenda Perëndimit. Evropa po lëviz drejt një rikëmbje strategjike, sipas një studimi të ri nga Bertelsmann Stiftung. Sondazhi i kryer nga shtatori 2024 deri në mars 2026 tregon se 73% e qytetarëve të Bashkimit Evropian besojnë se Bashkimi duhet të ndjekë një kurs të pavarur, krahasuar me 63% në vitin 2024. Ky ndryshim është ndërgjeneracional, me një rritje të veçantë tek të moshuarit. Presidenca Trump ka lënë plagë të thella në marrëdhëniet transatlantike. 58% e evropianëve thonë se nuk e konsiderojnë më Washingtonin një partner të besueshëm, ndërsa vetëm 31% ende shohin SBA-n si aleatin më të rëndësishëm të Evropës. Polarizime në politikën amerikane dhe tensionet në mjedisin ndërkombëtar po përforcojnë dëshirën për një vetëmjaftueshmëri më të madhe evropiane. Kërkimi i pavarësisë nuk do të thotë afrim me Kinën, e cila ende shihet me skepticizëm. Evropianët mbështesin reduktimin e varësive, madje edhe me kosto ekonomike. Në vend të kësaj, ata po përshtasin partneritetet e tyre brenda sistemit ekzistues të aleancave me Mbretërinë e Bashkuar dhe Kanadan që po forcojnë pozicionin e tyre si partner strategjik. Mbështetja për NATO-n mbetet e lartë me 63% që e konsiderojnë atë një gur themeli të sigurisë evropiane. Kjo tregon se Evropa nuk po e braktis kornizën transatlantike, por po kërkon të riformosojë kushtet e pjesëmarrjes së saj në të.